Big Zoo Kapolli Parallel Brush Them. Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu edhe në online Radio Urban.fm. Jeni bashkë me Freskë në Afternoon Delight në emisionin e pasdites për orës 15 deri në orën 17 me lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës. Sot nuk jam vet, jam bashkë me Alba Çakallin nga Dokufesti. Thash, hajde Doku se si kon moti. Doku kallzona najsen, se si na taku që një vjet. Me Albën kena mujt me diskutu për Dokufestin edhe edicionin e 25, është një edicion shumë i madh. Alba, qysh po nihesh, qysh janë përgatitjet, kallzoma pak, jepa pak do emocion për historinë e ditëve. Valla, pikojt me Anis për ditë. A që Anis e ti po t'ut në tash me të vetë. Qysh po nihesh, qysh janë përgatitjet. Ani ti kallzomi ran, thuj. Unë po nina mirë dhe përgatitjet po shkojnë tepër mirë. Po, mas pari faleminderit për ftesën. Edhe po nina mirë që erdha në kohë, mirë që mbriva, mirë që Anis. Shqyqër. Një edicion interesant është një rikthim. Rikthim se që jeni nolë ju najherë, po është edicioni 25 këtë vetë edhe kur e këshy rrugtimin prej vitit 2002 deri të sot tash, qa ka mbete pa prekun për identitetit Dokufestit edhe qatë identitetit fillestar tina dhe qa ta mërmeja që ka ndryshu shumë prej fillimit e deri tash. Për Dokufestin mu i me thonë që qka ka mete pa më prekun, kështu, është guximin që e ka, si festival. Edhe i ka bo bol shumë viteve, si vjetë kena 25 vjetorin, edhe me nëzis po presim me Anis, me mu knaqën ta, do më thonë mi haru krejt qëto problemet sene që i kena të përditshme, me përjetu komplet festivalin, edhe ma ndej kur të kryet festivalin, mas ne këqyrim qysh pikthejemi realitetit. Qa të mërmeja që ka ndryshu shtë? E çka ka ndryshuar që kohënat ka ndryshuar, normal. Kur ka nis, sa ka ndryshuar. Qyteti s'është më që shokon. Po mu i me thonë që ka ndryshuar për të mirë se kur ka nis me një kinema. Ka nis me një hotel, ka nis me një tepër audiencë të vogël, domethënë ka nis me 5 shok. Kur e ka nis ata 5 shok me boll, që tashti në 25 vjetorin, janë 8-9 kinema, ka edhe kinema gjatë vitit, janë i kthy kinemat, janë bo mbi 45 hotele, mbi 100 Airbnb, qyteti mo veç po njihet ndërkombëtarisht si qytet, si destinacion turistik, të cilën mu i me thonë që Dokufesti ka mas shumë ti meritat. Krejt komplet që i ka bo ball. I ka bo ball edhe pandemisë, edhe ndryshimeve të qytetit, i ka bo ball edhe ndryshimeve, të më thonë, kështu me fonde, me gjana financiare, po mbi gjitha ka arrit mu rrit, edhe ka arrit me dëshmu vetën, edhe ka arrit me kallzu vetën që për 25 vjet mundet me bo se duhet me bo. Duhet me bo, e vërtet. Qa po ta mërmeja si producent e festivalit për krejt këtu vjetë? So është e vështirë me bo një edicion të 25? Valla, qëtu, kim zonë keq. Edhe dhe, këtu si më shliru që të pyta që kim zonë keq. Na e kena bo edhe pjesë temës, është njëna prej sloganeve, kështu në atë farë poezin, poemën e vogël që e kena bo, është 25 years of terrible timing. Është kohë shumë e vështirë për me mujt me zbatu edicionin e 25, se natyrisht kena ndru shumë për këtë edicion, edhe qysh kena ndru me bo, për fat keq, të më dhe nuk po mujna me bo kështu ekstrem të madhe me pushtu krejt komplet qytetin, për shkak të ndryshimeve infrastrukturore të qytetit, natyrisht qyteti po rritet, po ndryshan, edhe disa ngjecje që i kemi në komplet situatën edhe lokale edhe globale. Do të thonë nuk është veç nasi OJC si Dokufest që kemi këto vështirësi, po jena krejt bashkë. Do të thonë krejt komplet sektori kulturës, si del naj problem diçka në përbot, thojnë hajde sektorin e kulturës, hajde bilojna këta pak anar se kena sene ma të rëndësishme. Po, jena të kulturum na, diçka pak ma. Po, e që ato është kohë e vështirë për me mujtë me bo edicionin 25, ama përkundër krejt këtyne, si jena dorzu, që të thash, diçka shka s'ka ndryshu është guximi. Që si jeni dorzu asne. Edhe mos më dorzu, edhe e kena bo një program tepër të mirë, të filmave, muzikës, të punëtorive ndryshme, diskutimeve, debateve, kena thirr njerëz, ka edhe shumë kërkesa njerëz që po vinë veç po kanë qef me konë pjesë e atmosferës. Qyteti ja ka nisë veç mu mush, po kena probleme edhe na si organizator me gjetë ekstra dhoma. Po, edhe po besoj që veç jena gati për mas nesër. Qata mërmenja, soj përket edicionit si vjetë, shumë po folin pak edhe për temën kryesore që ka Dokufesti si vjetë, po folin pak edhe çka definon programin e këtij viti në aspektin e tematikave, në ata cilat janë konkrizat ose pyetjet globale që i kanë dominu filmat që
kemi përzier si vjet? Si vjet janë diku rreth 12 programe speciale. Edhe natyrisht janë 8 kategori garuse. Platforma e festivalit mbetet e njëjta, vetëm që dokumentarët ndryshojnë, edhe ndryshojnë fokuset në programe speciale. Të gjitha këto janë, domethënë veç e kemi qit na orarin, i kemi qit vendet se ku kena me mbajt, edhe ka, muj me thonë që prej 223 filmave, ka edhe filmat metrazhit gjatë, edhe të metrazhit shkurt, se ndi codit pak po është probleme pas attention span me këqyrë filma. Kur kryet me që film? Po unë i kisha thonë pak durim. Me dali jashta këtyne attention span të rrjeteve sociale edhe me mujt me pas durim, se për me ka filma tepër të mirë. Unë për veti personalisht s'kom rri mi këshyr krejt, kom munu gjithë qysh me mujt mi këshyr. Bile disa që i kom kështu pik për veti, po në këtë rast si producente nuk mu i me i veçu filmat normal, po mu i me thonë që nëse doni për audiencën, nëse doni me këshyr filmat garus, filmat që i kanë premiera të ty në Dokufest, janë 8 kategori garuse në kinemat të ndryshme, edhe ka fokuset të ndryshme. Do me thonë, ka një prej programit speciale është View from the World, aty janë shembull disa filma dokumentar që janë të top festivaleve të botës, të cilat edhe shfaqen në Dokufest. Kemi fokuset të ndryshme është njëna prej tyre është Sophie Fiennes, ka edhe programe të ndryshme tjera, do me thonë. Njëra prej risive si vjet që e kena është se kena lansu programin e VR Cinema. Kanë me qenë 4 headsets me 4 filma, edhe njerëzit mujnë me shku edhe me e rezervu slotin e tyne. Është falas, ka me qenë të njëna prej... Eksperiencë e re, Eksperiencë e re është, po. Na kemi pas shumë moti ato, në bashkëpunim me Gjirafën. Po, e moj me, shumë mirë. E mandej jo pandemia, jo digitalizimi, jo kjo, dhe thamë hajde pe kthejmë, se po është eksperiencë interesante. Edhe kena, qysh e thash edhe ma herët është falas, të tjerat normal, natyrisht në për kinema filmat janë me pagesë, po jena mundu edhe me këqyr për me majt, masi që është 9 ditë festivali, për me mujt me majt sa ma down to earth, atin me qmimet, me sene. Po, i kena bo dhe 2 pasa, 25 për 25 është njëna e Dokunajsit, i kena 4 net Dokunajs dhe mundën me marë me një qmim të vëllitshëm për 4 net. Po ashtu dhe kena bo 10 filma për 25 euro për 25 vjetorin. Një qmimi një filmit është 4 euro, me për kredit është 3 euro, po ti merë 10 filma për 25 euro, që është, mund është me shku edhe vetë, mi këqyrë 10 filma, mrena 9 ditëve të festivalit, po mund është mi marë edhe dikon tjetër, që me të shoqnu, mos mu mërzit në kinema. Shumë interesant, e pash edhe, mrome po edhe programis, ka me pas shumë filma, ka me pas shumë sene që kanë me mujt njerës me bu për këto ditë për i 7 deri me 15 në Dokufest. Qa ka ndryshu diçka nashta prej lokacioneve? Ka ndryshu diçka prej lokacioneve, kanë me qenë lokacionet e njëjta si qysh kanë qenë? Lokacionet janë kryesisht njëjta, po diçka që e përmend edhe më herët, për shkak të problemeve infrastrukturore s'kena mujt mos xhanu shumë krejt qytetin. Po shembull Kino Lumi, aty ka më mbajt edhe si vjet te lumi hapja e festivalit edhe mbyllja e festivalit. Doku Kino Platoja është po ashtu që është mrapa xhamisë në Pashan Shadërvan shesh, për ata që janë në Prizren, ajo ka me qenë open air cinema, do të thonë që të dy ka me qenë ambient hapun. Për ndryshe Doku Kino te teatri Bekim Femiu i kemi 2, një lokacion i ri është po ashtu afër qendrës historike që poshtohet, është Art Theater, edhe aty ka me pas filma. Doku Kicin po ashtu e kena afru te qendra historike, kështu që festivali ka me qenë kështu shumë s'ki nevoj për kerë, s'ki nevoj për bicikl, veç ki me hec, që aty ki qebapat, që aty ki Mo, mës të e përmen qebapat, mo, qebapat. Që aty ki edhe pizzat, bekat, këto, edhe që aty ki kinemat. Po flohasim pak nashta edhe për Dokunajs, po më duket është një ndryshim si vjet, s'ko kaljo. Rikthim, hajde? Si vjet për rikthim Andrën, vendin ku o majt mbi 10 vite Dokunajse, edhe mas disa viteve pauz për i kthejmë Andrën, vetëm për 4 netët e fundit festivalit. Vetëm për 4 netët e fundit? Po. Okay. Edhe çka jena mundu me bo është që përveç që për i kthejmë ato, për me mujt me rikthy në ndjenjen, se që e thash është 25 vjetori, edhe në çdo kock të qytetit e ka një kujtim dikush. Përveç neve. E thamë, okay, hajde për kthejmë Andrën, edhe pibojmë zhanret e ndryshme. Do të thonë, natën e parë e kena pru një DJ duo prej
Londrës, edhe ata kanë me performu muzikë disco. Okej, super. Do me thonë, nuk është, s'po di tash gjeneratat e reja çka po ngojnë Këta na bashkë. të pingojnë, Ama dhe kjo AI është- po ngojnë, zështë Kjo problem. është 70s, 80s, do me Okej, thonë perfekt. 70-at, 80-at Buki, disco. shumë buki. Është për audiencën tonë të rregull Dokufesti që veç jena arritna për Mengu gjatë. Muzikë, po. nota e dytë është muzika hip hop. Okej, Njëri prej artistëve që e kena, që është headliner është Luni, yes. me peri. Edhe nota e tretë është elektronik. Edhe nota e katërt është Tirana All Stars. Ajo është për këtë moshat. Ajo janë nis pak më herët. Që me krejt me shiu. Po, vjen grupi prej Tiranës, Tirana All Stars, deri në ora 11:30, mandej prej orës 11:30 deri në fund festivalit, domethënë derisa të kryhet me të 15-in, vazhdon prap muzika elektronike. Që gjithmonë Dokufest ka njëri që ka me bujë çdo ditë. Problemi më i madh është Dokufest që s'mundet me imri krejt, atë duhet më gut me shku pak aty, po krejt me imri është koqa problematike. Të petipi përvojës unë s'më imri krejt. Qërë, si vjetë Dokufest është me hi në qytet dhe problem. Ama kur t'hin në qytet, mandej, nëse ki fmi, ki ku me lonë, se i kena Doku Kitsen. Mandej, nëse don me pi diçka, me hongër diçka, i ki offer. Nuk ki nevoj me ngajt shumë në kinema. Njëra prej kinemave ka me qenë pak ma larg në lokacion, po edhe aty i ki 9 ditë luks për me hujt me planifiku, më thona diçka. Sot po e ki dorë pisha dërvanit për shkoj atje. Kësa është dirë me e këtu pisha dërvanit. Që ta mërë meja, so apsir ju keni luna ashta autorëve të rritë, vendurë dhe rajonal, ngrase me emnat që janë dotëror të kinemos. Ka hapësir të mjaftueshëm. Domethënë ka është kategoria nacionale e filmave vendor. Ka filmat shumë të mirë si vjet, si çdo vjet, nuk më i veçu, po ka filma të ri, ka regjisor të ri, të cilët kanë me qenë prezent po ashtu. Jo, është ka mesi festivalit nacionalja, po ashtu edhe për film, domethënë për filmbërësit e rajonit e kemi Balkan Short Docs, edhe Balkan Feature Docs, do me thonë ka të metrazhit të gjatë, edhe të metrazhit të shkurtër filma dokumentar. Këto janë fokus kryesisht për rajonin, për Ballkanin. Po ashtu edhe pjesë të festivalit është edhe industria. Prej rajonit, do me thonë e kemi Short Film Forum, është forumi i filmave të shkurtër edicioni 2 matë si vjet. Është e vetmja në rajon që mohet të na këtu në Dokufest, edhe ka me pas regjisor të ri që hala nuk i kanë përfundu filmat e tyne, edhe producent të ri që si kanë përfundu filmat, kanë me qenë si pjesë e industrisë, pjesë e rjetit, ku mujnë edhe me fitu çmime për projektet e tyne, po edhe me qenë pjesë të disa çmimeve të industrisë filmit që do të vinë prej Evropës edhe prej botës në përgjithësi. Ata e kanë prej datës 9 deri me datën 12, filmat veç projektet fituese veç janë shpall. Ata do të vinë, do të njoftohen me ekspertat e filmit, edhe kanë me i prezantu filmat e tyne, edhe në fund mas të ndohen çmimet me 12 gusht. Po ashtu këtë vit edhe si pjesë e fokusit të shtetit të forumit është Italia. Vitin e kaluar kemi pas Skotlandën, si vjet e kena Italin, edhe ka shumë mundësi të mirë për ata që dojnë me bo filma, me qenë Dokufest, pavarësisht që s'janë edhe pjesë të përfituesve të forumit, po ka shumë mundësi mirë në për kafiqa, në për vende të ndryshme mi taku, edhe me mujt me shkëmby diçka. Taman networking me poza, tash italian, na i film romantik shkon se italian janë për romans janë babat. Qa po ta merr me masi edhe producentë, po gjithë kom qef me vetë njerëz që merren me art, po sidomos edhe me film, përdorimi i inteligjencës artificiale në filmbërje. A është është teme pashmangshme, po është e lejume atë qysh adresohet prej Dokufestit puna inteligjencës artificiale? Në aspektin e krijimit, në fokusin, në spektrin artistik, na i preferojmë njerëzit, i preferojmë ndjenjat, edhe i preferojmë përjetimet me të cilët ata e prodhojnë një film. Edhe me të vërtet mull mu inspiru është që thonë papare është, atë inspiru është të nditën ideja ki, po edhe aspektin e produksionit është koxha vështirë me arrit, sidomos me kushtet që i kena na. Shumë vërtet. Unë menoj që edhe na si Dokufest, menojmë që inteligjenca artificiale në procese operative është shumë e mirë. Mundet me të ndihmu, me të kursy në kohë, me përdor si tool, po. Ama për ndryshe pa pas ndjenja dhe pa pas në i farë përqimi të mirë për me vo një film super të mirë, atëre
Nada, Njere jo. Jo, se Ndoshta nada. 50 vjetorin ndron kur. Ja, çadere a shiqora as ti s'ke me kontu fol me mu. po. Atë ku me konë Ato- avatari yt të fol. Ja, një sholla. Përgjigjes 2015 apo çfarë bëhet atëre? Tjetër nivel. Ka zona nashta pak edhe për dokupru edhe për dokutekun si vjet, ça pritet me pas. Për fat keq për shkak të fundeve Dokuteku nuk ka me qenë pjesë. Që do të vazhda me dola, Do- që ishte vona pyetjen në. Ta lidha unë ti shumë mirë. Po e thashun edhe në fillim. Po. Kulturën e lojnë anash. Si japim fort fokus. Alo është problemi një, Edhe- si vitin e kaluar para 2 viteve, para 3 Na- viteve. S'pëbi, na herë po njemi si nuk jena në 2026, po jena në 2006 me mentalitet. Amenu, 20 vjet. Edhe sado që po mundohemi si me të mirë, me të butë, si me reagime, si me mbrojtje të drejtave tona bazike për me mujtë më organizu diçka që është e mirë për komunitetin. Se na nuk jena vetëmit përfitus aty që punojmë edhe që i argjojmë tonë ato orë dhe tonë ato Normal. vitet jetës tonë për me mujtë me bo diçka. Normal. Po për fat keq nuk është hala niveli i duhun Që i duhet me qenë. institucioneve tona për me mujtë me e kuptu vlerën pa u mundu me cenzoru ose pa mundu me kontrollu diçka. Se di, është pak problematike gjendja e cilën jena tu e pasë diskutuam pak edhe më herët para se me një emision dhe me diskutu me publikun so pak ka support prej komunës, prej shtetit, ai ka support, po ai support atë është si me thonë ta bleva ashtu në aeroport. A din kurinarët ta pijor si ta kam bler në aeroport një sen, ta kam pru, kam thonë çe. Tax free. Si kjo rrota jote për ti, bravo, jo s'kam kënaqur ti. Sa ta merr meja që është rrit interesimi prej të hujve ndër vite në Dokufest. Ta merr meja që vinë edhe më shumë a jo, çysh Po, është. po. Ka shumë interesim. Po Dokufesti është në një farë stadi që përveç interesimit edhe ka njohje. Do me thonë, rjetin e ka shumë të fort. Ku do me shku ti nëse je me naj event, atë në qoftë institucional, qoftë me ambasada, apo qoftë kështu në venet të jashtme, ku flas për Evropën, për në Amerikë. Kudo që shkojmë na me delegacione ka njohje, nuk është që kanë me një, ka edhe për atyre që njën për herë të parë që s'kanë një, po është një farë njohje që thonë, po, atë festivali i lezetshëm, se 2-3 herë është pa top festival i lezetshëm i coolest festivals në botë. Atë ti në botë i ki 200-300 festivale dhe Dokufestin Prizren që të pikë Kosovë kam ri me hi në top 25-shë, atë? Tu e dit në ashta që je shumë mëti në Dokufest. Ata merr meja që ka ndrua dhe audienca, profili audiencës që vjen, ata merr meja që mungon gjenerata e re, Gen Z-a, tash apo vina ju. Na i kena Gen Z. E keni Pa ta s'mujna. S'munu pa Gen Z. E vërtet. Ata nështë ta menojnë që pa neve mujnë, po na pa ta nuk mujmë. Na i kena dhe Gen Alpha. Se i kena vullnetartë. Normal. Në aspektin e organizimit festivalit, gjithmonë vinë gjeneratat e reja. Edhe unë jam gjenerata e dytë. Tash e lo gjeneratën e tretë, ma vi gjenerata e katërt. E Dokufestit, na që jena rri që kemi qenë vullnetare, mandej, atin. Ka vazhdu kjo. Udhëheqim, po. Është një farë mekanizmi që e bën Dokufesti në aspektin e organizimit që mundohet me marrë tri, edhe mundohet me bëni përzgjedhje mes atyre që kanë punu ma herët dhe këtyre trive që me mujtë me bë transfer of knowledge. Jo vetëm në aspektin e film bërjes kështu, po edhe në aspektin për me mujtë me gjeneru resurse humane në industrinë kreative. Edhe kjo ka shku natyrshëm. Se kena ditë që përbojna se tash u bo in, tash të edhe na mujna me thonë që po e kena bo dhe jena të po. E sa i përket audiencës Dokufestit, njerëzit që janë rritë me Dokufest, veç ju kanë ndru që thamë edhe pak ma herë, dhe na jena plakna që të veta unë a munësh me najt dhe i në gjasht më në gjes. A munësh, a kishonës me najt, këso jere, vot. Unë e për veti për vreqës po mi me najt, dhe i në gjasht më në gjes, adin? Po ka, mosha është prej 7 deri në 70. Nëse do në këqyr film ditën, nëse do në mas dite, mas punës, nëse do në rinë dhe i në mëngjes, ki zhanët të ndryshme, dokumentare të ndryshme, sene të ndryshme, edhe ka hapësirë për festivali jep hapësirë krejtëve me gjetë vetën. Qoftë me nej 2 orë në to, qoftë me nej 2 ditë. Kështu që ki qa me bo, ki qa me po dhe ki qysh me uni. Ku e she Alba Dokufestin, masi ju kanë kalu 25 vjet, edhe po thu që vjen gjenerata e re, po ndo këtë qëtu ma gjujtë pak ishe që unë edhe pak eci,
Kështu që kush tu e një, dijeni që pelshon Olba, punën. Po, që ta merr meja për vitet e ashme që mundet me ndodh me do kufestën ashe. Qysh është ti si Olba? Unë jam optimiste shumë. Edhe pavarësisht punove, s'punove, je pjesë apo nuk je pjesë e të kufestit për 1 vit ose 2 vjet, atë kështu on and off, të kufesti e ka shpirtin, edhe e ka guximin. Edhe e ka qatë e ka ndërtu komunitetin, që shprej fillimit, edhe pëndoket edhe nëse na s'kena me punu edhe s'kena mu kom pjesë do kufestit, na kena me kom kështu forever ambasador të do kufestit. Me shty për pora. Edhe është pjesë e jetës tonë, do të thonë është si një farë identiteti i qytetit, atin? E derisa qyteti e ndjen edhe do kufesti ja kthen, unë jam tepër, jo veç unë, po edhe ekipi jena super optimist për ndoshta edhe sa do vjet. Edhe një 25 vjet tjera se tha, ja japeti e manifestove, thë 50 vjetori kur buhet. Po valla. E manifestove. Jam gjallë kom shtu ull në rend parë. Po që kërë kom bu. Amanet me mfirë. Qa kom bu. Tero kur ma mirë, se unë e kom bu. Po që thot, kejt menojna qashtu. Olma, faleminderit shumë është shënatësimet, po çdo dokufest është shënatësime fol për një ndër festivalet më të rëndësishme, ashta më e rëndësishme për vendin tonë që prodhohet edhe e ka qitë Kosovën për një me në hort që shumë vite ashta kur s'kena pas hiç kurgjë. Për fund ashta kimi u thonë diçka publikës edhe për ata që po na dëgjojnë edhe ata që kanë me të parë për rrjetet sociale, për me mujt me i thirr sa më shumë që me qenë pjesë e këtij edicioni. Na e kena thonë që aty, të tema, edhe kena shkrujt shqip, shumë shkurt kena thonë. Doku, sepse duhet. Kështu që me menoj duhet më arë si vjen Dokufest. Doku sepse duhet prej datës 7 deri me datën 15, çdo minutë ki çka me bue, sidomos kur jemi Prizren që ka shumë sene të mira edhe jashtë Dokufestit e para minutash kur vjen edhe Dokufesti. Olba, faleminderit shumë, kënaqësi me të pas. Faleminderit shumë edhe juve.